Shikues nderuar, është koha për transmetimin e ditarit ton, këtë termin të zakonshëm. Këtyre çasteve po inkuadrohemi drejt për drejt në lidhjen demokratike të Kosovës, ku tashmë ka nisur kuvendi i jashtëzakonshëm i kësaj partie për votbesimin ndaj kryetarit të saj, Lumir Abdigjiku. E ndjekim atë. Ka marrë vendime që s'duhet të merrja ndryshe. Mund të ju kem bërë krenar e mund të ju kem lënduar pa ndonjë dashje, por një gjë mund t'ju a them me ndërgjegje të plotë, se asnjë vendim, asnjë veprim dhe asnjë sjellje nuk e ka marrë duke menduar për veten para lidhjes demokratike të Kosovës. Kjo shtëpi politike ka qenë familja ime, si pres i saj ka mbrojtur familjen time. Me çdo çmim, me çdo kusht, në aftësinë e dijen më të mirë timen. Dhe këtë rrugë nuk e kam bërë vetëm, e kam bërë bashkë me ju, e kam bërë edhe me disa prej atyre që sot e kanë kërkuar këtë kuvend. Kemi punuar bashkë, kemi besuar te njëri tjetri dhe kemi mbajtur së bashku përgjegjësinë për lidhjen demokratike. Sot mund kemi dallime të thella, por ato nuk mund të fshinë rrugën që kemi bërë së bashku. Nuk mund dhe nuk duhet të na bëjnë të huaj. Pikërisht për këtë, kjo ditë nuk është e lehtë për mua, jo për shkak të karrikat merren, bahen dhe një ditë lihen, por sepse është e rëndë të qëndrosh përballë njerëzve me të cilët ke ecur gjatë dhe të kuptosh se sot nuk na ka mbledhur ajo që duhem të ndërtojmë bashkarisht, por kërkesa për ta rrëzuar njërin prej nesh. Përpara se të jemi kundërshtar në këtë çështje, kemi qenë dhe jemi bashkëpunëtor. Përpara se të ndahemi rreth një emri, kemi qëndruar bashkë rreth një ideje dhe pas si kjo ditë kaloi, ajo ide duhet të mbetet është lidhja demokratike e Kosovës. Dhe pikërisht për këtë, sot do t'ju flas hapër, jo vetëm si kryetari juaj, por si njëri prej jush, si njëri që ka dashur këtë shtëpi para se të udhëheqte atë, dhe do ta doj, pa kusht, edhe kur të mos e udhëheq më. Prandaj më lejoni të flas nga zemra, siç do t'i flesja familjes sime. Sot jemi mbledhur në kuvend të jashtëzakonshëm të lidhjes demokratike të Kosovës, të dytin këtë vit, të katërtin në 5 vitet të mandatit tim, të thirrur me kërkesën e së paku 1/3 së delegatëve të kuvendit tonë. Këtë kuvend nuk e kam thirrur, ky kuvend më është thirrur. Dhe thirrja e kuvendit nga delegatët tonë është një mekanizëm krejt demokratik që statuti ynë e njeh dhe si kryetar i LDK-s e kam konsideruar detyrim ta respektoj pa asnjë hezitim këtë nismë. Dhe ç'është më e rëndësishmja, të mbajmë kuvendin pas një ditë vonesë. Tani, në historinë tonë të madhe partijake, kuvendet si platformë e shpërfaqjes më të lartë të demokracisë janë parë gjithmonë si fest, sepse për ne demokracia është fest. I kemi quajtur fest, i kemi trajtuar si fest, i kemi kujtuar si fest gjitha proceset tona demokratike. Por sot më duhet të them me këshare të madhe se këtë kuvend as nuk e ndjej e as nuk e shoh si fest, dhe të mbeteni të sigurt se as antarësia jonë e lënduar për ndryshe shumë, as nuk e sheh e as nuk e ndjen të tillë. Sepse për herë të parë në historinë tonë 37 vjeçare, nuk po mblidhemi për të zgjedhur, po mblidhemi për të rrëzuar. Për këtë është mbledhur LDK-ja sot, për të rrëzuar. Dhe pavarësisht rezultatit përfundimtar, që kjo ditë e sotme do ta nxjerrë, një gjë na mbetet e sigurt se në historinë politike të LDK-s 30 korriku do të mbetet si dita ku rrëzimi i kryetarit të partisë ishte motiv i mbledhjes sonë. Por kur rrëzimi është qëllimi i shtëpisë së lirisë, pavarësisë e demokracisë, kur në rrëzim e rreth rrëzimit provohet reduktohet kjo shtëpi, atëherë LDK as nuk del më e fortë, as nuk del më organizuar, e më besoni as nuk del më e bashkuar. Funksionarët partijak mund gjejnë dhe gjuhën e përbashkimit një ditë, e kanë gjetur shpesher dhe kur nuk ta merr mendja. Por populli
ata që na votojnë, ata për cilët ekzistojmë si parti, në radhë të parë, kur e sheh LDK-n kështu, ndohet nga ne. Dhe t'jeni sigurt, populli po na sheh. Të lënduar nga kuvendi si ky, mund të mbesim vetëm ne. Iniciatorët kanë mundur të presin pak muaj nga sot. Kjo karrike këtu do të ishte e lirë për secilin që mendon se e meriton. Por ja që kjo rrugë u zgjodh, tani le ta kapërcejmë dhe këtë sfidë sot me qetësi, me shumë maturi dhe me demokraci. Zonja e Zotërin në përpjekje për të qenë sa më i qartë me ju, duhet ta them qartë që në fillim se kjo nismë është e gabuar, është e pavend, është e pakohë. Jo sepse ka në shënjesër kryetarin LDK-s, që në këtë rast jam unë, askush prej nesh nuk është më i madh se kjo parti, askush prej nesh nuk është i përjetshëm në detyrat që marrim në këtë shtëpi. Kemi detyrim ta marrim këtë shtëpi kur është vështirë, e pesa kur pak kush ka guxim ta bëjë një gjë të tillë, e ta lëmë më mirë se sa e kemi gjetur një ditë. Dhe në këtë rrugë të sillemi veç me dinitet për peshën e madhe, cilët pasardhësit e kryetarit Ibrahim Rugova duhet ta ushtrojnë. E konsideroj të gabuar këtë kuvend sepse vjen në mënyrë të njëanshme, vjen në një kohë të ndjeshme për vendin, vjen në një periudhë përcaktuese për partinë tonë. E konsideroj të gabuar këtë kuvend sepse vjen vetëm pak muaj, pasi mbajtëm kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s, dhe vetëm pak muaj para se të kemi kuvendin e rregullt të zgjedhjeve të brendshme të LDK-s. Më 31 janar këtij viti, ende pa u bërë 6 muaj, 5 muaj e 30 ditë saktësisht, si refleksion ndaj rezultatit më të rëndësishëm se sa që ky që kemi sot. Ne zgjodhëm verdiktin për vazhdim. Gjitha argumentet e shkruara, e shtruara në atë kuvend, që të njëjta që do të dëgjoni edhe sot, për vend të tretë e jo të para, ani pse ka mbi 20 vite që si jemi të parët. Për humbje të zgjedhjeve, ani pse Tripol zgjedhën mbajtën për 1 vit e gjysmë, jo në 12 vite, si ciklet normale mund t'i parashikonin për Tripol zgjedhje. Gjitha këto çështje marrën trajtim në atë kuvend, lirshëm, me demokraci, delegatët tanë dhanë verdikt. Për gjitha këto tema, ata marrën një vendim. Me të drejtë, mund të pyesim se çka është bërë më keq nga atëherë sot, që ka nevojë sot thirret një kuvend sërish mu në këtë kohë. Nëse asgjë, në më pak se 2-3 muaj kohë, LDK ka vetëm rezultat më të mirë krahasuar me kuvendin kur është vendosur për vazhdim, në cilën logjik politike vazhdohet me rezultat më të keq e rrezohet me rezultat më të mirë. Të drejtën e Zotit, për pakënaqësi me rezultatin, me performancën, me rrugtimin ka secili. Të drejtën për të premtuar vendin e parë në vetëm 2-3 muaj kohë ka secili. Edhe ata që na vendosin rekorde më të ulta historike, edhe ata që na vendosin për herë të parë në vendin e tretë, nga i cili vend na duhen vite, kohë për dalë, dhe ja prap ku jemi sërish, edhe ata që në zgjedhje vëzhgojnë e pas zgjedhjeve zgjohen. Të drejtën për pakënaqësi ka secili. Por kjo drejt do duhet vendosur në zgjedhje të rregullta partijake që na vijnë vetëm pak muaj nga sot. Këto zgjedhje nga poshtë lart si fundament i demokracisë sonë të brendshme do të hapnin garën në të gjitha nivelet partijake. Në atë garë pa nevojë për shkarkim, do të zgjidhnim. Do të bashkoheshim të gjithë pa pasur nevojë për përjashtim e ndarje të tjetrit. E konsideroj po ashtu shumë gabuar këtë kuvend në kohën kur është thirrur, pikërisht në periudhën kur Republika e Kosovës po përballet me një prej krizave më të rënda institucionale të dekadave të fundit, zgjedhjeve të përsëritshme, zgjedhjeve nacionale të reja që na rrinë mbi qafë sërish, kur vendi pret përgjegjësi nga secila forcë politike, sidomos nga LDK, kur qytetarët presin zgjidhje nga ne, gjëja e fundit që duhet të bënim ishte të merreshim me vetveten. Dalim keq para popullit tonë, dalim jo serioz para votuesve tonë. Mbi të gjitha, ideja shkaktimit të proceseve të brendshme në LDK në mënyrë të njëanshme, ku në qafë ke hijen e zgjedhjeve të reja, është papërgjegjësi e madhe politike dhe të dërgosh këtë formë në zgjidhje të reja LDK-n
është dëmtim me paramendim. Tani çështja që dua të kuptoj vërtet është cili është ai zell që do të dërgoj vendin sërish në zgjedhje e në to të futet me LDK në proces të brendshëm zgjedhor. Cili është ai zell që me mburrje mban përjashtimin e rrëzimin si vlerë. A ju duket si jemi shumë për të larguar e për të shkarkuar, a është kjo trashëgimia politike e Ibrahim Rrugovës dhe pasardhësve politik të tij? Si LDK në këtë kohë, kemi pasur detyrim të jemi të përqendruar në stabilitetin institucional, në mbrojtjen e interesit shtetëror dhe të ndërtimit të alternativës sonë politike para popullit tonë. Vetëm këto dhe askund tjetër do tuaj të ishte fokusi ynë si lidhje demokratike Kosovës. Këtë fokus fatkeqësisht nuk e patëm, bëm veten sërish tim, sikur mos pajtoheshim me verdiktin e 30 janarit, që ishte verdikt me gjatë demokratik, sikur inatet e brendshme, karrierat individuale të jenë shumë më të rëndësishme se sa fati i përbashkët një antarësie të tërë. LDK nuk i ka pasur, nuk i ka bërç askujt një faturë të tillë. Më duhet të them me keqardhje shumë se angazhimi i disave jave të fundit, organizativ e publik për betejën brenda LDK-s ka të kaluar çdo angazhim elektoral që kemi pasur në këtë kohë. Shpesh pyes veten ku do të ishim si parti, sikur të angazhoheshim kaq shumë në zgjedhje nacionale. Sikur të gjitha këto kapacitete për mbledhje nënshkrimesh, luftë mediatike, ndërtimesh, narracionesh fiktive, sikur e gjithë kjo energji do të drejtohej në fushat elektorale për LDK-n. T'jeni sigurt se as ky kuvend e as ai parati nuk do të kishin ekzistuar asnjëherë për LDK-n. Do të doja që një energji të tillë pozitive natyrisht, jo kundër njëri tjetrit, ta kisha parë edhe në fushat. Por që në fushat refuzohet dhe pjesëmarrja në këshillin e përgjithshëm të partisë, të njëjtin që e kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që e kemi respektuar vetë, të njëjtin që e kemi votuar vetë. Dhe kur në fushat refuzohet pjesëmarrja edhe në kolegjiumin e degëve, të njëjtin që e kemi ndërtuar, ta kisha parë edhe në fushat. Por që në fushat refuzohet dhe pjesëmarrja në këshillin e përgjithshëm të partisë, të njëjtin që e kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që e kemi respektuar vetë, të njëjtin që e kemi votuar vetë. Dhe kur në fushat refuzohet pjesëmarrja edhe në kolegjiumin e degëve, të njëjtin që e kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që e kemi respektuar vetë, të njëjtin që e kemi votuar vetë. Kur në fushat refuzohet pjesëmarrja në betejën e partisë, e pas saj kërkohet përgjegjësi, unë refuzoj këtë logjikë. Ndjej vetëm keqardhje. Dhe në këtë keqardhje më duhet të ruaj edhe dinjitetin tim. Nuk mund të jap përgjegjësi dikujt që refuzon pjesëmarrjen në organet e Më shumë hollësi rreth këtij kuvendi të jashtëzakonshëm të LDK-s do t'ju sjellim mbase gjatë këtij edicioni lajmesh apo edhe më vonë edicionet e tjera. Tani po inkuadrojmë kolegun Burim Zariqi, i cili është inkuadruar edhe tani drejt për drejt në këtë ditar. Burim, ti ke marrë deklarata dhe të antarëve të kryesisë dhe të antarëve tjerë të lidhjes demokratike të Kosovës. A ti ndjekim bashkë përshtypjet e tyre dhe deklarimit e tyre lidhur me këtë kuvend? Po, patjetër që po, por fillimisht përmendim që pjesëmarrja e delegatëve nga 355 sa ka statuti i LDK-s, pra ky subjekt politik, po marrin pjesë 325 dhe pas përfundimit të fjalimit të kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku do të i nënshtrohen procedurave për shkarkimin apo jo të tij. Nga 325 delegatë do të votojnë sot për shkarkim apo jo, dhe gjithçka do të merret vesh pas pak, sepse ky kuvend i LDK-s është me një pikë të rendit të ditës shkarkimi apo jo, sepse synimi i thirrjes së këtij kuvendi përmes nënshkrimit të 1/3 të delegatëve të LDK-s është për këtë çështje, shkarkim apo jo, dhe kjo mbetet për të parë pak minuta më vonë dhe për të i risjellur ato se çfarë kanë thënë zyrtarët e LDK-s si të antarët të kryesisë, në kryetarët të këtij subjekti politik përpara se të nisë kuvendi zgjedhor, nisur edhe nga kreu i LDK-s, i cili ka thënë që varet nga vullneti i delegatëve
nëse duhet të shkarkohemi apo jo, nën kryetari Lutfi Haziri që ka thënë se duhet të presim sepse LDK-ja ka dëshmuar ndër vite demokraci dhe sot gjatë këtij kuvendi do të dëshmohet edhe një gjë e tillë edhe një herë. Përmendim këtu edhe zonjën Hykmete Bajrami, e cila ka refuzuar të flasë përpara nisjes së këtij kuvendi zgjedhor. Gjitha këto në një blok deklaratash të zyrtarëve të lartë të LDK-s përpara nisjes së këtij kuvendi i ndjekim në vazhdim. Zonja Bajrami, me gjithë respektin, çka pritet të ndodhë sot në kuvend? Edhe unë shumë respekt për juve. Çfarë pritet të ndodhë sot në këtë kuvend, do të jeni kandidatë? Unë besoj se kuvendi tregon, masi që të përfundon se çka do të vendoset për kuvend. Jeni shumicë për shkarkimin e zotit Adigjiku apo jo? Nuk e kam asnjë koment, kuvendi vendos. Kjo është arsyeja, ky interesim i madh qytetar që konfirmon rolin edhe peshën e LDK-s në jetën politike, pa cilën nuk shkaktohen procesat as realizon ëndrat e askujt. Përkundër rezultatit fundit, ne kemi hyrë në kufit e debatit brendshëm edhe në kufit asaj që quhet demokracia e brendshme, që është mocioni lidhet me kryetarin e LDK-s. Natyrisht në normën statutare është shfrytzuar kjo drejt nga kolegët e tonë që kanë organizuar mocion. Ne kemi respektuar, sot do të dialogojmë, debatojmë, gjejmë rrugën më të mirë që LDK-ja këtë kërkesë duke realizuar, kalon kërkesën e dytë, që është bashkë e rëndësishme lidhur me shëndërtimin, institucionet, funksionimin e Republikës dhe krejt ajo që lidhet me të ardhmen e Republikës tonë. Ju faleminderit shumë, besoj shumë, nuk ka gjithë shtatzanie në këtë raporte, kështu që kryetari i LDK-s ka betejën me delegatë e LDK. Jo, nuk zgjedhet, sepse norma statutare, gjithçka është organizuar e rregulluar me normë statutare dhe ne do t'i përmbajmë. Faleminderit shumë, shifemi. Pas po do të bëni media për po, Gjem, a mund të jem shumë i qartë me ju. Tash e nisin punimet. Do ta mbaj fjalën hyrëse brenda kuvend ku përgjigjem për gjitha çështjet që besoj që janë me interes. Pasi të përfundon kuvendi, do të mbajmë konferencë për media. A do të bëni media që të futen? Po, pra për fjalën time, po. Ju falenderoj shumë. Natyrisht kur Lidhja Demokratike ka organizime të tilla, është interesimi i këtë qytetarëve të Kosovës, këtë rast faleminderit mediave. Natyrisht është një proces demokratik, është në dorën e delegatëve për të vendosur për të ardhmen e partisë, për të ardhmen e vendit, për të partisë politike. Ne do të angazhohemi, jemi angazhuar deri tash që procesi demokratik është në dorën e delegatëve për të vendosur për të ardhmen e partisë. Ju personalisht jeni për shkarkim apo jo? Është çështje e deklarimit tim të mëhershëm, nuk du me intimidu tash procesin e votimit. Besoj që opinioni publik e di që unë kam reflektuar qysh në kuvendin e janarit, kam ofruar dorëheqjen nga ish sekretari i partisë dhe kam ofruar dorëheqjen natyrisht edhe në nivel komunal si kryetari dege. Ta shohim sot kuvendja do të fuqizoj idenë tonë për të reflektuar lidhur me rezultatet e zgjedhjeve apo mendon që duhet vazhdohet ato çështje vendimore së delegatëve. Është aluduar në presiona që ndrojnë këtu? Nuk do të shohna në komente të tilla. Faleminderit gjithëve. Faleminderit. Do ta shohim. Faleminderit shumë. Drejt për drejt, nëse ka mundësi para këtij kuvendi, cilat janë përshtypjet dhe pritjet? Sot është në dorën e delegatëve. Flasin delegatë sot. Faleminderit. Personalisht si do të votoni, për shkarkim apo jo? Faleminderit. Sot është vendimi i delegatëve. Faleminderit shumë. Çfarë pritet të ndodh? Patrioti, jam ndërmi me pozicionin tuaj edhe për neve që nga ju për shkak besoni që do të ndodhë sot. Sot është në dorën e delegatëve. Faleminderit. Zenel, ka dhe deklaratat e tjera të zyrtarëve të LDK-s për ta bërë një përmbledhje për shkak të hapësirës në këtë edicion të lajmeve, megjithatë po e bën një përmbledhje të shkurtër sa i përket disa qëndrimeve të zyrtarëve të LDK-s. Ky kuvend vjen në fakt para dy grupeve dhe është ai pro Lumir Abdigjikut që duhet të vazhdoj si kryetar i LDK-s dhe një grupi që thonë se duhet shkarkuar kjo udhëheqësi për shkak që tripal zgjedhje të jashtëzakonshme u tregua rezultati jo i kënaqshëm dhe për këtë arsye duhet të zgjedhet një kryetar i ri për të çuar LDK-n drejt një subjekti të parë. Për shembull, Hykmete Bajrami kishte thënë që LDK-ja duhet të ringritet pasi të zgjedhet një udhëheqësi e re, po ashtu edhe zoti Hoti, Abdullah Hoti një gjë të tillë dhe Armen Zemaj po ashtu kishte kërkuar njëri nga iniciatorët për mbledhjen e rreth 150 nënshkrimeve të delegatëve, pra 1/3 të delegatëve të LDK-s për të thirrur këtë kuvend të jashtëzakonshëm. Ky kuvend i jashtëzakonshëm në fakt është i pa pritur për kreun e LDK-s që ndoqëm pak minuta më parë, i cili thotë që është i pa nevojshëm, mund të jetë përçarje sepse nuk i duhet vendit një përçarje e re e LDK-s. Ky kuvend po ashtu vije pikërisht përpara bisedimeve që kishte nisur zoti Abdigjiko
me 10 korrik me zotin Kurtin në drejtim të lidhjes së një koalicioni për formimin e institucioneve, të cilat bisedime kishte ndërprerë dhe zoti Abdi Gjiku kishte thënë që do të presim këtë kuvend se çfarë do të vendos për shkarkimin apo jo të tij, për të rinisur takimet me zotin Kurtin drejt një marrëveshje ku do të bëj fjalë për formimin e institucioneve, pa dhënë detaje se si e sheh LDK-n brenda një koalicioni apo përfshirje në formimin e institucioneve të tilla, dhe kjo kishte quar në zërat kundër, siç është edhe Gazmet Muhaxheri, njëri ndër zërat më të kritik të kësaj udhëheqësie, i cili thotë që janë 3 palë zgjedhje të mjaftueshme dhe se nuk duhet LDK-ja të bëj koalicion me vetvendosin për shkak që votat e qytetarëve kanë treguar që si subjekt politik ishte i treti dhe ka 18 deputet nga zgjedhjet e 7 qershorit dhe nuk duhet të përfshihet në qeveri, megjithatë kanë lënë të hapur mundësinë për zgjedhjen e presidentit të ri, që LDK-ja të jetë pjesë e negociatave për zgjedhjen pra të kreut të shtetit. Gjitha detajet do të merren vesh pas pak pasi të nisë procesi i votimit, i cili sipas statutit është votim i hapur, varësisht se çfarë do të vendos shumica, vullneti shumicës e delegatëve, megjithatë statuti parashet që të jetë i hapur dhe më pas do të publikohet rezultati nga 325 delegatë që janë duke marrë aktualisht pjesë në këtë kuvend të LDK-s, nga 355 sa ka gjithsej pra delegat LDK-ja. Do të rilidhemi prapë gjatë këtij emisioni, gjatë edicionit e lajmeve për të risjellë rezultatet e fundit të këtij kuvendi nëse përfundon gjatë këtij edicioni, Zenel. Po, burim, faleminderit për këto informacione dhe për këto deklarata që u asolle shikuesve tanë. Do të jemi pra në korrent me zhvillimet në lidhjen demokratike të Kosovës, ndërkohë që tani do të kalojmë në ngjarje politike të nivelit qendror që kanë të bëjnë me konstituimin e kuvendit dhe institucioneve tjera. Alburena Xhiu nis nesër takimet me partitë për procedurat e konstituimit të kuvendit, megjithëse subjektet politike nuk kanë dhënë sinjale për bashkëqeverisje apo për zgjedhjen e presidentit. Analistët politikë vlerësojnë se Kosova aktualisht është më pranë zgjedhjeve se sa formimit të institucioneve. Derisa subjektet politike nuk po japin sinjale se mund të merren vesh mes vete, në mënyrë që vendi të shpëtojë zgjedhjeve të jashtëzakonshme, qytetarët flasin për vështirësitë e tyre dhe dëshpërimin që kanë me subjektet politike. Shumë problem, mezi s'kam prit, puna e parë imja ka qenë me dal me hudh votën, mezi s'kam prit. Tash aq problem sa që nuk di kujt ja qes. Shumë vonë jemi. Njerëz kanë mri, janë të marë parasysh gjendjen që është në përgjith botën, të na shtymi për një karrik, kjo është marri për neve. Normal, dajmë jemi dvënum. Ushtruesja e detyrës së presidentes Alburena Xhiu të premten nis bisedat për përcaktimin e procedurave për konstituimin e kuvendit me partitë politike. Të gjitha partitë politike kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Ndërkohë, deri më tani që nga shpallja e rezultateve të 7 qershorit, subjektet politike kanë zhvilluar vetëm një takim për të shqyrtuar mundësinë për krijimin e institucioneve. Kryetari i Partisë Demokratike, Hamza, pas takimit me Kurtin, kishte deklaruar se PDK do të vazhdojë të qëndrojë në opozitë, ndërsa kundër një bashkëpunimi me lëvizjen vetvendosje u shpreh edhe deputeti i grupit parlamentar të PDK-s, Ema Ramani. Sipas tij, çdo bashkëpunim me lëvizjen vetvendosje është përfshirje në keqeverisje. Edhe një pushtet cili ka përdorur çdo mjet propagandus për qartë për popullin edhe për këtë kategoritë cilat dalin edhe kontribuojnë për shoqërinë, kështu që çdo bashkëpunim ose çdo pjesëmarrje i bën që me nda hisën edhe me pranu si të mirëshin një keqeverisje të këtij pushteti tash më shumë se sa 6 vite. Zyrtarët e lëvizjes vetvendosje thonë se po presin zhvillimet brenda lidhjes demokratike për të rinisur negociatat, duke parë lidhjen demokratike një partner të mundshëm për ndërtimin e institucioneve. Ish deputeti LDK-s Blerim Grajinca vlerëson se kjo parti pas së endës do duhet të merret vetëm me strukturat e saj. Unë nuk e di ç'a vendos kuvendi, por nëse u intereson mendimi im personal, unë mendoj se LDK-ja nuk duhet të jetë paterica as e vetvendosjes as e Partisë Demokratike. Kthehemi sërish fjalimit të kryetarit të LDK-s Lumir Abdi Gjiku në mbledhjen që është thirrur sot si e jashtëzakonshme për votbesimin ndaj tij.
Vazhdojmë tutje me lajme tjera. Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ka ngritur aktakuzën ndaj 6 personave të dyshuar për përfshirje në një grup kriminal të organizuar që kishte planifikuar kryerjen e një vrasje të rëndë dhe sulme të armatosura ndaj bizneseve. Sipas aktakuzës të dorëzuar në gjykatën themelore në Prishtinë, të pandehurit me inicialet A, H, D, R, D, M, F, Q, Sh, K dhe R, B, ngarkohen për veprat penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, veprimet e përgatitore për vrasje të rëndë, mbajtja në pronësi, kontroll dhe posedim të paautorizuar të armëve, falsifikimi i dokumenteve dhe posedimi i paautorizuar i narkotikëve dhe substancave psikotrope ose analoge. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu dhe kryeprokurori i prokurorisë speciale Blerim Isufaj qëndruan sot në fshatin Kalludër të komunës Zubin Potokut, ku po zhvillohen ngërmime pas dyshimeve për një varrezë masive nga lufta e fundit në vendin tonë. Në ditën e 3 të gërmimeve në fshatin Kalludër e vogël në komunën e Zupin Potokut, ku dyshohet për ekzaminimin e një varreze masive nga lufta e fundit në Kosovë, punimet i ka vizituar kryeprokurori i prokurorisë speciale Blerim Isufaj. Sipas dyshimeve fillestare, në këtë lokacion mund të ndodhen mbetje mortore të 23 personave të zhdukur më 19 prill të 1999-s, të njohur si grupi intelektualëve të Mitrovicës. Po, gërmimet janë nisë, unë s'pari du mi shfrytëzoj rastin mi falenderoj shumë policinë e Kosovës për një punë të madhe që ka bënë, njëkohësisht mi falenderoj kolegët të mi, prokurorisë speciale dhe stafin. Sigurisht që falenderoj shkon edhe për ekipin e mjekësisë ligjore, që është me bënë një punë shumë mirë, profesionale, për identifikimin e atyre mbetje motore që deri tash është vërtetuar se janë me origjinë njerëzore. Apo dihet ende kur pritet me përfundu gërmimet? Ky proces mund të zgjatë, nuk mund të themi se kur përfundojnë, ajo që ka shumë rëndësi është se identifikimi merr kohë dhe kërkon standard për të marrë dhe për të identifikuar pastaj përmes ADN-s secilin trup. Mirë, po këto mbetje nuk është se mund të tërheken aq lehtë, sepse duhet që paraprakisht të konstruktohet trupi i njeriu. E pastaj ato të shkohen të dërgohen në mjekësi ligjore, pastaj të vazhdohet me procedura të tjera. Ata që unë mund me thonë sot para juve, prokuroria speciale do të zbatoj procedura shumë profesionale, të paanshme, të pavarura, me qëllim edhe të respektit ndaj viktimave, po edhe ndaj familjarëve të tyre. Ushtruesja e detyrës së presidentes Kosovës Albulena Haxhiu e vizitoi të njëjtën lokacionin fshatën Kalludër të vogël të komunës së Zupin Potokut, ku po zhvillohen këto gërmime në kuadër të dyshimeve për një varrezë masive nga lufta e fundit në Kosovë. Duke folur në ditën e 3 të punimeve në këtë lokacion, ai tha se mbetjet e gjetura në këtë zonë janë konfirmuar me prejardhje njerëzore, ndërsa ka kërkuar që të ruhet integriteti i hetimeve dhe të respektohen familjet e personave të zhdukur. Ajo çfarë është konfirmuar është që mbetjet janë me prejardhje njerëzore. Tani duhet presim punën e institucioneve kompetente për ekzaminime dhe për identifikim. Ajo çfarë është rëndësishme ta theksoj është që secili nga ne, institucionet e Republikës Kosovës përfshirë këtu edhe mediat, duhet të kujdesemi që ta ruajmë integritetin e hetimeve, sepse kjo është një çështje shumë e ndjeshme, e po ashtu të kemi konsiderat për familjet që presin informacione se çfarë po ndodh në këtë teren. Sipas dyshimeve të drejtanishme, te zona ku po bëhen gërmimet dyshohet se mund të gjendet një varrezë masive me trupat e civilëve shqiptar të vrarë gjatë luftës. Rasti më i madh është ai humbjes së pagjurmë të një grupi prej 23 burrash që njihet si grupi intelektualëve, shumica prej të cilëve nga Mitrovica. Ata u ndaluan më 19 prill nga forcat serbe në këtë zonë derisa po largoheshin për malin e Zi dhe nuk u gjetën më gjurmët e tyre. Në hapjet të edicionit të 2 të panairit të gruas, Ministrja në Detyrë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Mimoza Kusari Lila premtoi divizion të veçantë për gratë ndërmarrëse. Në këtë panajir u jepet mundësia grave ndërmarrëse që t'i promovojnë dhe ekspozojnë bizneset e tyre. Në fjalën e tij, Rafuna tha se kanë kuptuar se pa mbështetje ndaj grave nuk do të ketë zhvillim të plotë.
Dhe ne si odë ekonomike e Kosovës e vlerësojmë rolin e gruas në zhvillimin ekonomik të vendit. E kemi kuptuar që pa i dhënë hapësirë dhe pa ndihmu gratë në biznes, në prodhem, në shërbime, në tregti, nuk do të mund të kemi zhvillim të plot. Zhvillim të plot dhe rritje do të kemi vetëm kur të ndihmojmë gratë që të avancohen në zhvillimin ekonomik të vendit duke rrit bizneset e tyre. E ministre Akusari Lila u shpreh se gratë ndërmarrëse kanë një rol të veçantë në politikbërjen e saj dhe qeverisë ku bën pjesë. Si ministre tash në detyrë e qeverisë së Republikës së Kosovës, gjatë gjithë kohës të angazhimit tim në këtë post e gjithashtu edhe më herët në qeverinë e Republikës, gratë ndërmarrëse kanë një rol të veçantë në politikbërjen tonë. Prej se kemi lancu skemat e granteve, gjithmonë është përparësi e dhënë edhe në vlerësim për gratë ndërmarrëse. Sania Hyseni, grua ndërmarrëse që merret me artizanate, tha se është e lumtur me këtë mundësi, por u ankua se nuk po ka shitje. Edhe Fatmire Hyseni e vlerësoi lart këtë mundësi për ekspozimin e dorës së punës që e bën. Edhe sa po keni shitje sa mirë. Edhe i blen pasën edhe shitjen, edhe punatorët të herë atë, se gjithmonë është interesant. Organizimet të tilla mirëpriten gjithmonë nga gratë ndërmarrëse. $2.831 gjoba trafiku brenda një dite në Kosovë është një rekord që u registrua këtë muaj, pra në muajin që po e lëm pas. Eksperti i komunikacionit Lavdim Hamiti në magazinën e pasdites Bonbon ngriti një çështje që prek përgjegjësinë e institucioneve, pasi sipas tij në shumë rrugë shenjat e kufizimit të shpejtësisë të vendosura gjatë punimeve mbesin për vite të tëra edhe pas përfundimit të punimeve. Ai tha kolegës Ndrejsa Kadriu se nëse policia do të kontrollonte këto segmente, numri i gjobave do të ishte edhe më i lartë. Po në rast që kemi me një vend ku të kaluar shpejtësia për shkak gabimit të shenjës, atëherë do të ndërmarrim në drejtim ku është gabimi i shenjës të rregullohet e shenja, sepse shembull kemi rrugën kryesore për Obelisq, ku është vendosur një shenjë prej 30 km/h me vite të tëra duke punuar ajo rrugë dhe ajo është mbet ato. Dhe nëse na dojna të rritëm numrin e gjobave, vetëm që në rrugën e Obeliskit dhe në atë pjesë brenda 24 orëve i bën edhe plus 2800 gjoba tjera. Nëse dojna me rrit vetëm numrin e gjobave, por gjithmonë do të bëhet analizë se ku janë ato gjoba dhe për çka janë ato shkelje. Nëse janë shkeljet që do të ndërmarrin institucionet për rregullimin e situatës së rrugëve, e sinjalizimeve ku ta dijone, atëherë do thotë përgjegjësia mbi institucionet që do të ndërmarrin në drejtim. Po është numër shqetësues, po çështë nuk është numër shqetësues. E kemi diku mbi 50 persona që kanë vdekur në aksidente do të brenda këtyre 7 muajve. Po kjo është shqetësuese. Po a është duke punuar në atë drejtim? A është duke u bërë analizë në atë drejtim që të dimë se ka dhe si po vjen drejt tek aksidenti apo drejt tek gjoba, nuk është duke punuar. Përderisa nuk është duke punuar, ne nuk po mund të dimë se ku është gabimi dhe ku është fajësia edhe cilët persona është fajësia. Po si shoqëri, a i njohim rregullat e trafikut? Çfarë mendon? Në përgjithësi nuk mund të themi që nuk i njohim rregullat bazike. Por a kemi ndryshime, do thotë, po flas pas luftës tonë, do thotë pas vitit 2000, a kemi ndryshime në komunikacion, kemi ndryshime sepse e kemi një fluks shumë më të madh se sa vitet e 2000 apo vitet në 98-99 që ka pas, do thotë, në komunikacion. Por a kemi mujt të përgatitëm shoferët gjatë këtyre ndryshimit 25 vite, 26 viteve? Jo, absolut. Për arsye që nuk është punuar, nuk kemi pas asnjë, mos them, fushat vjedisuese, për shembull që shoferët që është pajisur para 30 viteve, 20 viteve, 35 viteve, me pa të shofer, të ketë një fushat vjedisuese, shembull që në rast që ka diçka që ai ka harruar shofer, të ketë mundësi të përcjell, apo në para aspekte mund të themi të ketë një riafsim, sepse jo rregull, po çdo gjë 20 viteve, 30 viteve harruar.
Stavri Bello, presidenti i Komisionit Koordinimit të Lojrave Mesdhetare Taranto 2026, ka shprehur bindjen se Kosova do të arrijë të organizojë me sukses edicionin e Lojrave Mesdhetare Prishtina 2030, duke vlerësuar se mikpritja, infrastruktura në zhvillim dhe angazhimi institucional janë elementet kryesor që do të çojnë drejt suksesit këtë ngjarje. Bello tha se vizita e shpesht në Kosovë gjatë viteve të fundit i kanë krijuar besimin se vendi është në rrugën e duhur për organizimin e kësaj ngjarje të madhe sportive. Patjetër që personalisht nuk kam dyshim në rastin e suksesit, nga sa kam parë, unë kam vizituar vitet e fundit rregullisht shumë shpesh Kosovën dhe nuk kam dyshim në suksesin sepse arma e fortë e jona do ta quaj. Është mikpritja, është ajo çka ne i ofrojmë të huajve, sigur i ofrojmë shtëpinë tonë, t'janë. Dhe kjo është diçka që do ta ekspozoj Kosovën në sytë të huajve në më të mirën e vetë mundshme, nëse do t'i ofrojmë atyre edhe infrastrukturë moderne, që mundësitë ekzistojnë, akomodimi padyshim në qendrën universitare, edhe tashti që po vija makinë e pashtë, është një zonë me jeshillik, e rrethuar, në një zonë shumë e mirë, pra i plotëson kushtet më të mira të një fshati mesdhetar. Kështu që mendoj që suksesi, sigurisht me angazhimin maksimal të gjitha institucioneve. Nëse ne do presim vetëm nga një institucion, nuk mund të arrihen gjitha. Këtu nuk bëhet fjalë emri i sportit të Kosovës, këtu bëhet fjalë emri i Kosovës. Dhe e di ku e kam këtë besim? Unë kam qenë për herë të parë në Kosovë në vitin 1979, shumë kohë përpara. Kam qenë me përfaqësuesen e basketbollit, të rimit basketbollit, ekipin kombëtar. Presidenti i Komisionit të Koordinimit kujtoi edhe vizitën e tij të parë në Kosovë në vitin 1979 me ekipin kombëtar të rinjve në basketboll, duke rrëfyer se kishte mbetur impresionuar kur kishte mësuar se Pallati i Rinisë dhe Sporteve ishte ndërtuar me kontributin e qytetarëve të Prishtinës. Kam mësuar atëherë, na vinte çudi, që Pallati i Rinisë është ndërtuar me kontributin e qytetarëve të Prishtinës. Po. Ashtu është historia, po. Që atëherë, dhe sot në seminar rinia nuk e di këtë. Një pjesë e rinisë nuk e din. Kështu që kjo është një bazë, është një themel se çfarë do të thotë për Kosovën të organizojë lojrat mesdhetare. Prandaj them që kam besimin që suksesi do të jetë i garantuar, sepse atëherë ne nuk e besojmë, na vinte çudi se si mundet qytetarët të paguajnë nga rroga e tyre për të ndërtuar një pallat sporti. E sot që ka më shumë mundësi, duhet që dikush të mendojë për të investuar në këtë infrastrukturë moderne. Bello theksoi se organizimi i lojrave mesdhetare kërkon bashkëpunimin e të gjitha institucioneve, duke nënvizuar se kjo nuk është vetëm një çështje sportive, por edhe imazhit të shtetit. Shikues të nderuar, inkuadrojmë edhe një herë në fund të këtij edicioni lajme kolegun Burim Zariçi, i cili po ndjek pra punimet e kuvendit të jashtëzakonshëm të lidhjes demokratike të Kosovës. Burim, çfarë ke mësuar ndonjë tre nga ky zhvillim? Janë duke vazhduar punimet Zenel për votimin apo jo për shkarkimin e zotit Abdigjiku. Kam në lidhje të drejt për drejt delegatën, njërin nga delegatët e kuvendit të LDK-s, Rezarta Krasniqit. Falenderoj e nderuar për kohën. A mund ta shpjegoni fillimisht pse keni dalur jashtë këtyre çasteve? Dikush e mori fjalën dhe dola veç si pa u, sepse është pak vatë. Nuk është që keni kundër diçka? Jo, si jam kundër. Jo, domethënë kam nënshkru kundër kryetarit Abdigjikut, sepse mendoj që pastri parë zgjedhjeve është desht vetë më u tërheq. Mirë po sot gjithçka është në dorën e delegatëve dhe presim të vendosë ky kuvend. Do thotë ju jeni njëra nga ato delegatë që kërkojnë shkarkimin. Po, kam nënshkruar, e kam deklaruar çatë që kam nënshkruar, edhe në media që kam nënshkruar për shkarkimin e kryetarit. Cila është atmosfera brenda nga ajo që ke komunikuar me bashkëpartiakët? Demokraci, kështu që gjithkush vendos vetë, si imponohet kërkojnë, kërkush s'm ka imponuar as me thonë për askundër, ka qenë qëndrimi imi dhe pas 3 parë humbjeve, pas 3 parë zgjedhjeve që ka humbë, unë mendoj që është desh vetë me liru opozitën. LDK-ja, do të thonë, ky tash
pse s'është kryetar mos me qenë LDK. Mirë për LDK do të me udhëheq dikush tjetër që i fiton zgjedhjet, jo gjithmonë në vendin e tretë për tretën herë. Në një rast hipotetik, varësisht se çfarë do të ndodhë, do të shkarkohet apo jo. Nëse nuk shkarkohet dhe vazhdon të qenit kryetar, zoti Abdi Gjiku, do ta mbështesni jo? Po, nëse do e merr mbështetjen, po do e mbështes. Sepse merr mbështetjen e shumicës, prap do ta mbështes. Faleminderit shumë nderuar. Faleminderit edhe ju. Atëherë, Zenel, aktualisht mediat nuk lejohen që të futen brenda në sallë, megjithatë, sipas edhe Rezarta Krasniqit, është procedura për fjalimin e të gjithë atyre delegatëve që dëshirojnë të deklarohen sa i përket këtij kuvendi për shkarkimin e kryetarit apo jo zotit Abdi Gjiku. Pas kësaj procedure do të hapet procedura e votimit, ku siç e tham, përmes një votimi të hapur, siç e parasheh statuti i LDK-s, do të nënshtrohet zoti Abdi Gjiku votimit për apo kundër, dhe varësisht nga 327 delegat sa janë pjesëmarrës në këtë kuvend të LDK-s, shumica do të merë verdiktin nëse do të shkarkohet apo jo. I bie që rreth 178 delegat duhet të votojnë në rast se dëshirojnë të shkarkojnë zotin Abdi Gjiku, dhe në të kundërtën zoti Abdi Gjiku do të vazhdonte mandatin e tij deri në kuvendin e radhës, i cili në fillim të vitit, pra 2027. Ritheksojmë që kjo është kuvendi 4 kur zoti Abdi Gjiku i nënshtrohet delegatëve. Rikujtojmë vitin 2021 me 24 mars kur zoti Abdi Gjiku ishte zgjedhur kryetari i LDK-s pasi kishte dhënë dorëheqje Isa Mustafa në atë kohë. Pastaj në vitin 2023 sërish ishte zgjedhur zoti Abdi Gjiku në kuvendin nga delegatët, e më pas edhe në 31 janar të vitit 2026 kur zoti Abdi Gjiku kishte paraqitur dorëheqjen dhe kishte dalë para delegatëve të LDK-s nëse duhet ta pranojnë apo jo dorëheqjen. Ata kishin votuar, rreth 164 delegat kishin votuar që ta vazhdoj të qenurit kryetari i LDK-s zoti Abdi Gjiku, dhe tani jemi në një situatë krejt tjetër kur sipas statutit të LDK-s 1/3 e delegatëve, që i bie rreth 160 delegat, kanë nënshkruar, e kanë thirrur këtë seancë apo kuvend të LDK-s me të vetmën pikë me atë që zoti Lumir Abdi Gjiku duhet të shkarkohet nga kryetari i LDK-s. Nëse këta nënshkrues të këtij peticioni, ta quajmë kështu, për thirrjen e këtij kuvendi e bëjnë shumicën për ta shkarkuar, atëherë do të vendosen. Në të kundërtën, zoti Abdi Gjiku do të vazhdonte të jetë kryetar i këtij subjekti politik. Shikuesit e Radio Televizionit 21 do t'i mbajmë të informuar në lidhje me epilogun nga ky kuvend i LDK-s. Faleminderit Burim, pra do t'jemi në ngjarje. Shikues nderuar, kaq kishim përgatitur për ju në këtë edicion të lajmeve në Radio Televizionin 21. Mirëmbëjtje me programet tona në vijim.